bagazhuar është për Feritën. Për shkak të një biografie të jashtëzakonshme të saj, një kontribut të jashtëzakonshëm që ka dhënë drejtim të mbrojtjes së drejtave të viktimave të luftës, dhe mendoj që është një person me integritet, me kredibilitet të pakontestueshëm, dhe autoritetet e tilla mendoj që duhet të përdorin një konsenzus politik për brenda të shtetit tonë. Mendoni se do vinë opozita? Po, ata janë plenum, në kurrimin procedurës do gjë është në rregull, tash shpresojmë që edhe ata do të bashkangjiten një figurë të cilën ne mendojmë që i ka të gjitha tiparet që i kërkon. A është emër që është folur në takimet e mëhershme që ka pasur zotri Kurti me PDK-n dhe BDK-n? Deri më sot ka pas përfolje, po nuk është që është përmendur kështu si emër rreth të cilët është negociuar ose është dialoguar. Pra, pritet që sot të përfundojë apo do tentohet edhe nesër? Po ne tash po provojmë me seancën e parë dhe varësisht prej dinamikave që zhvillohen në votim, shohim se si do përfundojë. Shpresa, urimi janë gjitha që të kryejnë sot, por kjo nuk varet vetëm prej nesh, varet edhe prej participimit politik të opozitës.